Ne duam të bëhemi pjesë e familjes së Bashkuar Evropiane. Jemi shumë të vendosur që ta përmbushim me sukses objektivin shumë ambicios të përfundimit negociatave brenda 2027-s. Rrugtimi juaj drejt Bashkimit Evropian është i sigurt në udhën e vet dhe është i vërtet. Jemi mirë në udhën e duhur, në udhë të mbar. Është mbështetja e një institucioni të madh dhe shumë kërkues, siç është Bashkimi Evropian, të cilën ne jemi të vetëdijshëm që duhet ta meritojmë çdo ditë, sepse ne duam të bëhemi pjesë e familjes së Bashkuar Evropiane. Ne e dimë që nuk ka asnjë alternativë tjetër, pikërisht sepse nuk ka alternativë tjetër të lirisë individuale, nuk ka alternativë tjetër të barazisë para ligjit, nuk ka alternativë tjetër të bashkëjetesës në diversitet dhe të standardeve europiane të kësaj bashkëjetese. Ne jemi shumë të vendosur që ta përmbushim me sukses objektivin shumë ambicios të përfundimit negociatave brenda 2027-s dhe ambicia ime, ambicia jonë është që shqiptarët të marrin pasaportën e Bashkimit Evropian brenda kësaj dekade. Dhe të mundet që kur ulen në aeroportet e Europës të hynë nga ai koridori me atë konstelacionin e yjeve, edhe jo nga ai koridori tjetër ku shkruan të tjerët. Kjo është shumë e rëndësishme për ne se na iku jeta tek të tjerët me shekuj. Parlamenti i Shqipërisë kanë tryezë sot marrëveshjet financiare për planin e rritjes, që i hapin rrugë edhe fillimit të financimit të fondeve që janë rreth 1 miliard euro të dedikuara për Shqipërinë. Kështu që e dashur Marta, ne duam lekët tona. Sigurisht që është gjeopolitika ajo sot që na tregon që gjithçka mund të jetë e mundur dhe që një gjë mund të jetë stabil dhe rrugtimi juaj drejt Bashkimit Evropian është i sigurt në udhën e vet dhe është i vërtet. Më pëlqen që takohem me ju, me ekipin tuaj, me Majlindën, kryenegociatoren dhe që e shoh që jeni kaq pasionant, plot me pasion për vendin tuaj, por edhe për Bashkimin Evropian. Dhe erdha këtu për t'ju treguar mbështetjen time të plot për objektivat tuaj kaq ambicios për cilët ka treguar ekipi im dhe më kanë thënë edhe që janë objektiva realist, jo thjesht ambicios. Ju citoj kur ju thoni që dëshironi që negociatat të përmbyllen deri në fund të vitit 2027 dhe ne po ecim në rrugën e duhur, pra jemi mirë në udhën e duhur, në udhë të mbar, sepse janë hapur tashmë grup kapitujt e caktuar, dyshi, treshi, gjithashtu do t'jenë edhe gjithë grup kapitujt e tjerë. Dhe siç e dim edhe ne, nuk bëhet fjala vetëm për hapjen e këtyre grup kapitujve, por edhe për mbylljen e tyre dhe jam e sigurt që me të gjitha reformat që ju po kryeni, kjo do t'jetë e mundur. Pra, me shumë dëshirë, duam që Shqipëria të bëhet pjesë e Bashkimit Evropian. Ju e meritoni, sepse me ju brenda Bashkimit Evropian, Europa nuk do të jetë thjesht më e madhe, por edhe më e fortë.